ndodhemi në Shijak, në zemër Shijakut, ku ndodhet gjimnazi afër, policia afër, spitali afër dhe shkolla fillore afër. Shitet kjo këtu, kjo shtëpi 3 kaçe me sipërfaqe 350 metra katror tokë truall dhe ndërtim 303 metra katror. Apo jo, çmimi i 160.000 euro, investoni sigurt. Prona ka asfaltin deri shtëpisë, ka shkollën e nënvjeçare, ka gjimnazin, mbrapa shtëpisë është spitali, është dhe policia, i ka gjithë facilitetet. Nga qendra jemi rreth 600 metra maksimumi. I tregojmë pak nga brenda. Vil 3 kaçe friend, për 160.000 euro. Në total ban 8 dhoma aty. Kemi edhe shtëpi këtu. Ujë stregadore për mja, ti ta di. Gjithë ditë natë ujë pa të rrim. Tregojmë pak nga brenda. Shtëpi si sjellim rreth rrotull. Po. Kjo pjesa këta kërtesë e vjetër, nështë i dikush nuk e do, e prishte. Këte kemi mundësi me shem, a? E shem të edhe për një parking, për në portin kryesore këto. Bravo. E punësi, është për 2 familje, sepse shkalli ka nga brenda. I hujmë sy nga mrena. Hajde. Ka ti parë ka dhomën e pritjes, ka pjesën e përshirjes veçantë. Gati. Shkëlqyshëm. Kemi dhomën e xhumit, janë dhomën e mëdha. Bani, tu ka e nekë se vendosin dhe patricia, të në shkallat për katë e dytë, shumë në qitë. Brëndës në romak. O, John, qeka mërmër, romak. Romak. Bani ka të dytë. Erla. Ka përri dorin të në shpërndonë 3 dhoma gjumi, ka të dytë. Pra, me 3 dhoma gjumi? 3 dhoma gjumi dhe i bani. Bani e shumë malë, 5 dhe i bani. O, qeka sa e dhom gjumi. Atëhere. Dhom gjumi të malë e këteja filmë. Tu ka një aneks e banë për dhomë për që dojë më të përdojë. Dhoma gjumi në balkon. E shumë malë, janë 3. Kemi dhe dhom gjumi këtu. Të dy dhomën e gjumit gjithë në balkonin. E cila është e organizume, kjo është për katin e 3. është e organizume me balkon. Balkon, lidhen të 2 dhomat me balkonin. Atëherë Gjon, sepse është më të vërtet shumë interesante. Ja ka shkolla për. Gjimnazi, Shkolla në veçare, aty. policia, Quhet lagja spitali, popullore. lagja popullore në zemër Shijakut. Zemër Shijakut. Dalim te kati 3. Po. Kati 3 dashi pa përfunduar. Ai që e blen e ndall sipas sipit. Bravo. S'ka problem, hec. Nizi motorët. Hajde. Nizi motorët Gjon Marku. Po. Po pa filmon je punësi sipas dëshirës së pandajë. Pranëria që kanë ka përfunduar, sepse ai është shteti. Ndërtimi nga fillim 2010 nga fillim 2020. Është ndërtim i ri për shkak. Gjithë nga hapësirë, 2 pjesë ndalje. Po, dalim në balkon. Po shifet gjithë Shijaku. Dur si shifet nga këto. Pa harru që është e mbulume me çati 3. Shumë e mirë. Investoni sigurt, çdo gjë me dokumenta, besimi juaj, siguria e agjencisë tonë. Ciao gjithëve. Jo, përshëndesim.